Mazhoranca nuk përjashton mundësinë e reduktimit të numrit të bashkive në mënyrë që reforma administrative territoriale të jetë efektive për vitet e ardhshme. Në mbledhjen e komisionit të posaçëm, ku për herë të parë u bashkua dhe antarësia e Partisë Demokratike, ishin socialistët ata që vunë në dukje rezultatet e reformës së vitit 2015, si shembull ku duhet të bazohen për të ardhmen. Por nuk diskutohet që duhet të ketë një numër më të reduktuar bashkish për të krijuar ato bashkitë të cilat e prezantojnë veten, kanë fuqi shumë të tepër, kanë mundësi për të mbledhur fonde, kanë mundësi për të planifikuar investime, kanë mundësi të shërbejnë të gjithë komunitetet që ata kanë. Por opozita nuk ndau të njëjtin mendim. Madje cilësoi të dështuar reformën territoriale të mëparshme. Po, shumë e suksesshme nga pikpamja ime, sepse korrupsioni është endemik dhe për këtë arsye shumë kryetarë bashkisë janë para drejtësisë ose janë burg sot. Dhe një nga sukseset më të mëdha kësaj reforme ishte pra shtimi i korrupsionit i drejtuesve për shkak të mënyrës se si e konceptojnë menaxhimin e pushtetit lokal dhe si funksionojnë. Megjithatë, socialistët u treguan të qartë se retorika politike duhet lënë jashtë diskutimeve, në mënyrë që kjo reformë të shërbejë qytetarëve. Të marrin praktikat më të mira europiane për këtë proces dhe të shohim në kohë jo 2 vjet, jo 2027, jo 2031, po të shohim për krijuar një reformë e cila të qëndrojë në mënyrë sistematike kohës dhe ofrimit të shërbimit ndaj njerëzve. Gjatë mbledhjes si opozita ashtu dhe mazhoranca ranë dakord sa i përket kalendarit të punimeve të komisionit të posaçëm për reformën territoriale, ndërsa së shpejti pritet që të zhvillohen dëgjesa me institucionet vendore.